Brenda një hangari të zënë aeroporti në Shtetet e Bashkuara, një ekip inxhinierësh me përvojë rrethuan një motor gjigant avioni që refuzonte të ndizej. Për 6 orë të lodhshme ata provuan gjithçka, por asgjë nuk funksionoi. Pastaj një grua e dobët e pastre doli përpara dhe tha qetësisht: "Nëse më lejoni, mund ta rregulloj." Dhoma shpërtheu në të qeshura, por brenda 20 minutash ajo rregulloi ato që inxhinierët e trajnuar nuk arritën ta zgjidhnin. Dhe kur pronari miliarderi i avionit e pyeti për emrin e saj, i gjithë hangari mbeti me Nëse më lejoni, unë mund ta rregulloj. Emri i saj ishte Flor de Liza Vokshi. Ajo që askush aty nuk e dinte ishte se dikur ajo kishte qenë një nga të diplomuarat më brillante të inxhinierisë aeronautike në Amerikë. Por pikërisht kur karriera e saj ishte gati të fillonte, një tragjedi shkatërroi familjen e saj. Babai i saj njoftoi se do të merrte një grua të dytë, dhe ky tradhtim e theu zemrën e nënës së saj. Oh my God, wake Mërshëm, up! nëna e saj helmoi ushqimin e tij wake dhe pastaj up! hëngri të njëjtin ushqim edhe vet, duke zgjedhur vdekjen në vend që të jetonte me atë dhimbje. Brenda një dite të vetme, Flor de Liza humbi të dy prindrit. Tronditja ja theu shpirtin. Ajo braktisi karrierën, u zhduk nga bota dhe kaloi 2 vjet duke endur nëpër rrugë. Derisa një ditë dëgjoi një motor avioni të prishur dhe vendosi të provojë edhe një herë të fundit. Por ajo që ndodhi më pas do të ndryshonte jetën e saj dhe jetën e një miliarderi të fuqishëm për gjithmonë. Para se të fillojmë na tregoni në komente nga po na shikoni dhe mos harroni të bëni like dhe të abonoheni për më shumë histori të fuqishme si kjo. Dyert e mëdha të hangarit të aeroportit qëndronin të hapura, duke lënë ajrin e ngrohtë të pasdites të hynte ngadalë mbi dyshemene lëmuar prej betoni. Brenda hapësirës së gjerë, dëgjoi një zhurmë e lehtë gjeneratorësh dhe tingulli metalik i veglave që vendoseshin përsëri mbi karrocat e punës pas çdo përpjekjeje të dështuar. Inxhinierët lëviznin përreth një motori të madh argjendi avioni që ishte vendosur mbi një platformë të lëvizshme mirëmbajtjeje. Karrocat me vegla qëndronin të hapura pranë tyre, të mbushura me instrumente që tashmë ishin përdorur disa herë pa rezultat. Në murin e largët të hangarit, një orë e madhe vazhdonte të tiktakonte me një ritëm të rregullt dhe zëri i saj dukej më i fortë se zakonisht në heshtjen e rëndë që kishte mbuluar gjithë vendin. Prej pothuajse 6 orësh, ekipi i mirëmbajtjes kishte punuar pa pushim. Avioni jashtë hangarit i përkiste Andrew Jacobs, një biznesmen i fuqishëm që nuk ishte mësuar të përballej me vonesa. Avioni i tij privat, elegant dhe i shndritshëm, qëndronte i palëvizshëm në pistë, ndërsa trupi i tij i lëmuar pasqyronte dritën e fortë të diellit. Problemi ishte i lehtë për t'u përshkruar, por tepër i vështirë për t'u zgjidhur. Gjatë uljes më herët atë pasdite, motori kishte nxjerrë një tingull të hollë si fishkëllim dhe më pas kishte filluar të punonte në mënyrë të parregullt kur ekipi përpiqej ta ndiste përsëri. Që nga ai moment, çdo test dhe kontroll që kishin kryer inxhinierët nuk kishte zbuluar shkakun e saktë të problemit. Andrew Jacobs qëndronte pranë motorit me kostumin e tij blu të errët, i rregullt dhe i pastër pavarësisht vapës. Pamja e tij e qetë fshihte padurimin që po rritej brenda tij. Ai hodhi edhe një herë syt nga ora, pastaj vështroi drejt grupit të inxhinierëve që ishin përkulur mbi panelin e hapur të motorit. Sam Carter, inxhinieri kryesor i mirëmbajtjes në hangar, fshiu djersën nga balli me një cop dhe u përkul sërish drejt trupit të motorit. Ai kishte më shumë se 20 vjet përvojë duke punuar me avion privat, por problemi që kishte përpara nuk po tregonte asnjë shenjë zgjidhjeje. Ekipi i tij kishte kontrolluar tashmë seksionin e kompresorit, kishte inspektuar telat e sensorëve dhe kishte kaluar 2 herë pajisje diagnostikuese nëpër sistem. Megjithatë, asgjë nuk kishte ndryshuar. Një tjetër inxhinier që ishte ulur pranë turbinës lëvizi kokën ngadalë. "Duhet të kishim gjetur diçka deri tani," tha ai me zë të ulët. Heshtja u kthye përsëri. Nga jashtë hangarit dëgjoheshin zhurmat e largta të aktivitetit në aeroport. Her pas here dëgjojnë ndonjë thirrje nga punonjësit e pistës, pastaj gjithçka zhdukej sërish në qetësi. Brenda hangarit, inxhinierët shkëmbenin shikime të pasigurta, secili i vetëdijshëm se koha po kalonte. Në atë moment, një zë i qetë u dëgjua nga hyrja e hangarit. "Nëse më lejoni, mund ta rregulloj." Disa kokë u kthyen menjëherë. Pranë derës së hapur qëndronte një grua e re në fustan të zbehur për përdorimin e gjatë në diell. Flokët i kishte lidhur lirisht pas kokës dhe disa fije i binin mbi fytyrën e saj. Pluhuri kishte mbuluar pjesën e mondshme të rrobave të saj, ndërsa në duar i dukeshin njolla të lehta vaj që tregonin se nuk ishte krejt e huaj me punët mekanike. Inxhinierët e shikuan të habitur. Për disa sekonda askush nuk foli. Pastaj një nga mekanikët e rinj qeshi lehtë. "Po bën shaka," tha ai.
Sam Carter vështroi drejt derës me një shprehje që përzinte lodhjen me mosbesim. Pas orësh tëra përpjekjeve të pasuksesshme, ndërprerja e fundit që priste ishte nga dikush që dukej qartë se nuk i përkiste një hangar i avionish. Siguria, murmuriti një tjetër. Dy rojet që qëndronin pranë hyrjes anësore filluan të lëviznin drejt gras. Por para se të arrinin tek ajo, Andrew Jacobs ngriti lehtë dorën. Gjesti ishte i vogël, por autoriteti i tij ishte i menjëhershëm. Rojet ndalën. Andrew e vështroi gran me kujdes, pavarësisht pamjes së saj të lodhur, kishte diçka të pazakonshme në mënyrën si qëndronte. Qëndrimi i saj ishte i qetë dhe syt nuk shikonin njerëzit përreth, por vetëm motorin mbi platformë. "Çfarë the?" pyeti Andrew. Graja bëri disa hapa përpara. "Ju dëgjova të thonit se motori bëri një fishkëllim gjatë uljes dhe më pas kishte filluar të punonte në mënyrë të parregullt kur ekipi përpiqej ta ndiste përsëri. Që nga ai moment, çdo test dhe kontroll që kishin kryer inxhinierët nuk kishte zbuluar shkakun e saktë të problemit." Sam Carter vrendu. "Pikrisht kjo ndodhi", pranoi ai, edhe pse në zërin e tij ishte ende dyshim. Graja tundi lehtë kokën. "A mund ta shoh?" Një tjetër inxhinier lëvizi kokën. "Ti nuk e di fare çfarë po prek." Por graja nuk reagoi ndaj komentit. Vëmendja e saj mbeti në pjesën e hapur të motorit. Andrew Jacobs vazhdoi ta vëzhgonte. Ai kishte kaluar dhjetra duke ndërtuar kompani dhe marrë vendime të mëdha. Përvoja i kishte mësuar se besimi në vetvete shpesh shfaqet në vendet më të papritura. Në zërin e saj nuk kishte asnjë hezitim. "Jepini dorza", tha ai me qetësi. Një val surprize përshkoi hangarin. Njëri nga inxhinierët mori një palë dorza gri nga karroca e veglave dhe ja zuri. Ajo i veshi ngadalë, duke i rregulluar mirë mbi gishtat e saj. Për një moment të shkurtër, duart e saj dridheshin pak, por dridhje u zhduk menjëherë. Pastaj ajo ju afrua motorit. Mekanikët u zhvendosën instinktivisht për t'i japur rrugë. Ajo filloi të kontrolloj hyrjen e ajrit dhe kaloi gishtat me kujdes përgjath kablojve të sensorëve. Pastaj u ul pranë një paneli të vogël inspektimi pranë trupit të kompresorit. Sytë e ngushtuan paksa ndërsa studionte kapset dhe telat e vendosur në hapësirën e ngushtë. Një mekanik kryqëzoi krahët. "Po humbim kohë", murmuriti ai. Graja nuk tha asgjë. Në vend kësaj, mori një elektrik të vogël nga karroca e veglave dhe e drejtoi dritën me kujdes brenda hapjes. Drita e fortë u pasqyrua mbi sipërfaqet metalike të motorit. Ajo u përkul edhe më pranë. Për disa sekonda, hangari mbeti krejtësisht i heshtur. Andrew Jacobs e shikonte me kujdes ndërsa graja e re vazhdonte të kontrollonte motorin që çdo inxhinier tjetër në atë ndërtesë kishte dështuar ta rregullonte. Të gjithë në hangar prisnin në heshtje ndërsa graja e re vazhdonte të kontrollonte motorin që çdo inxhinier tjetër në atë ndërtesë kishte dështuar ta rregullonte. Gruaja e re mbeti e përkulur pranë panelit të hapur të motorit, ndërsa rrezja e ngushtë e elektrikës që mbante në dorë qëndronte e qëndrueshme mbi pjesët metalike brenda seksionit të kompresorit. Drita lëviste ngadalë mbi sipërfaqet e çelikut, ndërsa inxhinierët përreth e vështronin me shprehje të përziera kurioziteti dhe mosbesimi. Askush nuk fliste. Zhurma e lehtë e pajisjeve elektrike mbushte hangarin, ndërsa nga jashtë dëgjohej larg zhurma e avionëve që lëviznin mbi pjesë. Ajo u përkul pak më pranë, duke vëzhguar me kujdes rreshtimin e kapseve të vogla metalike që mbanin të fiksuara disa tuba të holl ajri. Gishtat e saj me doreza lëviznin me kujdes përgjatë secilës lidhje, sikur po konfirmonte diçka që e kishte menduar më parë. Lëvizjet e saj ishin të qeta dhe të sakta, pa nxitim dhe pa pasiguri. Pas saj, Sam Carter e vështronte me sy të ngushtuar. Ai kishte kaluar vite të tëra duke punuar me motor avionësh dhe e dinte sa të ndërlikuara mund të ishin këto makina. Gjetja një defekti brenda një sistemi turbine zakonisht kërkonte kohë dhe durim. Megjithatë, gruaja e re që po studionte motorin nuk tregonte asnjë shenjë hezitimi që zakonisht shfaqnin mekanikët pa përvojë kur përballeshin me pajisje kaq të mëdha. Një tjetër inxhinier lëvizi në vend me padhurim. "Kjo nuk po qon askund", murmuriti ai në heshtje te kolegu pranë tij. Gruaja nuk reagoi ndaj dyshimeve që dëgjoheshin përreth. Vëmendja e saj mbeti e përqendruar tek hapësira e ngushtë brenda trupit motorit. Ajo e rregulloi pak elektrikën duke drejtuar dritën mbi një kapse të vogël metalike që mbante të fiksuar një tub ajri. Sytë e saj u ndalën. Për disa sekonda ajo nuk lëvizi fare. Pastaj zgjati dorën dhe preku lehtë kapsen me majën e gishtit. "Kjo nuk është në vendin e duhur", tha ajo me qetësi. Sam Carter u aftrua më pranë. "Çfarë?" pyeti ai. Ajo e ktheu pak kokën,
por syt i mbetën tek motori. Kjo kapse është e shtrënguar mirë, por është vendosur në kanalin e gabuar. Inxhinierët shkëmbyen shikime të hutuar. Ajo vazhdoi të shpjegojë me zë të qetë. Kur kapsja vendoset këtu dhe jo në kanalin e sakt, krijon një rrjedhje shumë të vogël ajri. Kur motori punon në ngarkesë, ajo rrjedhje prodhon fishkëllimën që dëgjuat gjatë uljes. Sam u përkol për të parë më nga afër vendin që ajo tregoi. Drita elektrikës zbuloi pozicionin e kapses për cilën po fliste. Ai u vrent. Gabimi ishte shumë i vogël, pothuajse i pa dukshëm pa një vëzhgim të kujdesshëm, por ajo kishte të drejtë. Kapsja ishte vendosur paksa jashtë kanalit të saj të saktë. Si nuk e vum re këtë, murmuriti një mekanik. Gruaja e zhvendosi dorën pak më tej brenda motorit dhe ndoqi me gisht një tel të hollë sensori që kalonte pranë tubit ajri. Sytë e saj u ndalën. Për disa sekonda ajo nuk lëvizi fare. Pastaj zgjati dorën dhe preku lehtë kapsen me majën e gishtit. Ka edhe një problem tjetër, tha ajo. Gishtat e saj ndalën pra një mbajtëse metalike ku teli kalonte shumë afër trupit të motorit. Izolimi këtu është qarë. Ajo e ngriti pak telin. Kur motori nxehet, kjo pjesë zgjerohen dhe fërkohet me mbajtësen metalike. Sinjali bëhet i paqëndrueshëm dhe sistemi merr të dhëna të gabuara. Sam Carter e shikoi me kujdes pjesën e dëmtuar të telit. Kjo do ta çorientonte sistemin e monitorimit, tha ngadalë. Po, u përgjigj ajo. Rrjedhja krijon zhurmën, sensori jep sinjal të gabuar, sistemi përpiqet të korrigjojë vazhdimisht dhe motori fillon të punojë në mënyrë të parregullt. Inxhinierët u panë sërish mes tyre. Dy probleme të vogla, secili prej tyre duke i parëndësishëm me vete, por së bashku kishin fshehur shkakun e vërtet të defektit. Sam u drejtua dhe hodhi një vështrim nga Andrew Jacobs. Mund të ketë të drejtë, pranoi me zë të ulët. Andrew e vështronte gruan me kujdes. A mund ta rregullosh? Pyeti ai. Ajo nocori dorën nga hapësira e motorit dhe hodhi një shikim të shkurtër drejt karrocës me veglat pranë nesh. Po, tha thjesht. Andrew tundi kokën një herë. Bëje. Atmosfera brenda hangarit ndryshoi menjëherë. Mekanikët u tërhoqën për t'i hapur rrugë. Njëri prej tyre i tha një çelës të vogël nga karroca e veglave. Ajo zhvendosi dorën brenda dhe liroi kapsen me kujdes. Pjesa metalike u zhvendos nga kanali i gabuar dhe ajo e vendosi në vendin e saktë. Pastaj e shtrëngoi fort. Kliku i veglës jehoni left në hangarin e qetë. Pastaj ajo u mori me telin e sensorit. Me një mjet të vogël, ajo hoqi pjesën e dëmtuar të izolimit dhe e mbështolli telin me material mbrojtës nga kutia e mirëmbajtjes. Më pas, vendosi një mbulesë të thinj për pjesën e riparuar dhe e fiksoi telin larg mbajtëses metalike që të mos fërkohej më. Lëvizjet e saj ishin të shpejta por shumë të sakta. Ajo kontrolloi lidhjet edhe 2 herë para se të ulte dritën. Ka mbaruar, tha ajo. Sam Carter i bëri shenjë ekipit. Përgatituni për testimin e motorit. Ekipi lëvizi menjëherë. Platforma e mirëmbajtjes u shty drejt derës së hapur të hangarit ku avioni priste jashtë. Drita e vonë e pasdites hyri mbi konkret ndërsa kablot u lidhen dhe konet e sigurisë u vendosën në rreth motorit. Andrew Jacobs qëndroi pranë panelit të kontrollit, ndërsa bëheshin kontrollimet e fundit. Gati, thërriti Sam. Andrew shtypi butonin e ndezjes. Turbina filloi të rrotullohej dhe zhurma e ulët mekanike u rrit gradualisht në një gjëmim të fuqishëm motori që punonte në mënyrë të qëndrueshme. Tingulli u stabilizua, pa dridhjen e çrregull që kishte më parë. Të gjithë inxhinierët shikonin macet. Asnjë dritë paralajmëruese nuk u ndez. Motori gjëmonte perfektisht. Për një moment, askush nuk foli. Pastaj një murmuritje e lehtë u përhap mes ekipit. Sam Carter tund te kokën ngadalë, ende i habitur. Andrew u kthye drejt gruas së re. Si të quhesh? Pyeti ai. Ajo hoqi dorezat dhe i mbajti në duar, hezituar një çast para se të përgjigjej. Quhem Flordeliza Vokshi. Njëri nga inxhinierët pranë karrocës me veglat u ngrit papritur. Syt i zgjeruan kur njohtimi i kaloi në faqe. Prisni një moment. Gjëma e fuqishme e motorit të avionit vazhdonte të përhapej nëpër hangar si një bubullim e largët. Mekanikët qëndronin në rreth turbinës që po punonte, duke hedhur her pas here sytve matësit e qëndrueshëm dhe nga gruaja e re, që vetëm pak minuta më parë kishte rregulluar makinën që ata nuk kishin arritur ta kuptonin për orë të tëra. Era e metalit të ngrohtë dhe karburantit të avionëve mbushte hapësirën e madhe, ndërsa mbi një tavolinë pune pranë murit
qëndronte një filxhan kafe i ftohur prej kohësh. Jashtë hangarit, dielli i vonë pas ditës krijonte hije të gjata mbi pistë, por brenda dukej sikur koha kishte ngadalësuar. Andrew Jacobs u largua nga paneli i kontrollit dhe u afrua tek gruaja që qëndronte pranë platformës së motorit. Ajo kishte hequr dorezat gri dhe tani i mbante në duar me një qetësi të çuditshme. Qëndrimi i saj ishte i përmajtur, edhe pse në mënyrën si mbante shpatullat dukej një tension i lehtë. "Si the që quhesh?" pyeti Andrew edhe një herë. "Quhem Flordeliza Vokshi", u përgjigj ajo me zë të butë. Një mekanik pranë karrocës me vegla nxori një frym të gjatë sikur sapo kishte kuptuar diçka të papritur. "Vokshi?" tha ai ngadalë. Disa koka u kthyen menjëherë drejt tij. "E njesh këtë emër?" pyeti Sam Carter. Mekaniku po e shikonte ende gruan e re sikur përpiqej të binte veten për atë që po mendonte. "Kam lexuar për të 2 vjet më parë", tha ai. "Një nga të diplomuarat më të mira të inxhinierisë aeronautike në vend. Përfundoi studimet në krye të klasës së saj. Profesorët thoshin se kishte një aftësi të jashtëzakonshme për të kuptuar motorët e turbinave." Sam Carter u kthyre dhe e pa sërish gruan. "Po thua se është e njëjta person?" pyeti ai. Mekaniku ngriti supet left. "Emri është mjaft i rrallë." Hangari u mbush sërish me heshtje. Flordeliza uli syt për një çast sikur kishte shpresuar që askush të mos e njihte. Andrew Jacobs e vështroi me kujdes. "Ke studiuar inxhinieria aeronautike?" pyeti ai. "Po", u përgjigj ajo. "Ku?" "Në Embry-Riddle Aeronautical University." Një murmuritje e lehtë kaloi mes inxhinierëve. Ajo shkollë ishte e njohur në gjithë industrinë e aviacionit. Shumë nga mekanikët që punonin aty kishin studiuar atje, ose njihnin dikë që kishte kaluar nëpër ato auditore. Sam Carter kryqëzoi krahët. "Nëse ke mbaruar aty, duhet të punosh në ndonjë qendër të madhe aviacioni, jo të shfaqesh nëpër hangare duke u dukur sikurse fjetur prej ditësh." Flordeliza nuk u përgjigj menjëherë. Sytë e saj lëvizën për një moment drejt motorit që vazhdonte të punonte me ritëm të qëndrueshëm. Zhurma e turbinës mbushte hapësirën mes tyre. Andrew e vuri re hezitimin. "Çfarë ndodhi?" pyeti ai me qetësi. Për disa sekonda, ajo qëndroi në heshtje. Inxhinierët pritën. Flordeliza më në fund ngriti kokën. Fytyra e saj ishte e qetë, por në zërin e saj ndihej një dridhje e lehtë kur filloi të fliste. "2 vjet më parë, jeta ime ishte shumë e ndryshme", tha ajo ngadalë. Ajo ndaloi për një moment, sikur po përpiqej të gjente fjalët e duhura. "Kisha përfunduar universitetin, po përgatitesha të filloja punën time të parë, gjithçka ishte planifikuar. Kisha intervista me kompani që punonin me avion të mëdhenj komercial." Sam Carter dëgjonte pa ndërprer. Flordeliza vazhdoi. "Por diçka ndodhi në familjen time. Hangari dukej edhe më i qetë tani. Edhe mekanikët pranderës kishin ndaluar të lëviznin. Një mëngjes, nëna ime përgatiti mëngjesin. Babai im u sal të hante si çdo ditë tjetër, por ajo kishte hedhur helm në ushqimin e tij. Një frymë e fortë u dëgjua nga dikush në fund të grupit." Flordeliza vazhdoi të fliste me zë të butë. Kur ai rrëzua, ajo hëngri të njëjtën ushqim. Fjalët mbetën pezull në ajër. Askush nuk e kuptoi çfarë kishte ndodhur derisa ishte shumë vonë. Kur erdhi ndihma, të dy kishin vdekur. Për një moment, i vetmi tingull në hangar ishte gjëma e qëndrueshme e motorit. Flordeliza uli syt. "Isha 22 vjeçe", tha ajo me zë të butë. Sam Carter shikoi drejt shemesit, dyshimi që kishte pasur më parë ishte zhdukur nga fytyra e tij. Flordeliza vazhdoi pas një pauze të shkurtër. "Duhet të filloja karrierën time disa muaj më vonë, por pas asaj që ndodhi, nuk munda të vazhdoja. Anulova intervistat, ndalova të përgjigjesha telefonatave nga kompanitë." Hodhi syt drejt derës së hapur të hangarit ku drita e diellit ende ndriçonte pistën. "U largova nga gjithçka." Andrew Jacobs nuk tha si gjë, duke e lënë të përfundonte. 2 vjet u lëviza nga një vend në tjetrin. Nuk donja të metoja dikë që e njihte jetën që kisha më parë. Zëri i saj u bë edhe më i ulët, por çdo ditë kaloi pranë këtij aeroporti. Shikoi sërish motorin. Zhurma e motorëve më kujtonte ata ardhmën që kisha habitur. Askush në hangar nuk lëvizi. Inxhinierët që më parë kishin qeshur me të, tani e shikonin me respekt të heshtur. Andrew Jacobs nxori një frym të ndadalt. Sot vendose të hysh këtu", thaj. Flordeliza tundi kokën. "Kur ju dëgjova po flisni për problemin e motorit, diçka brenda meje nuk më la të heshtja." Sytë e saj u takuan me të tiet. Për një moment, kujtova kush isha vet. Hangari mbeti plotësisht i qetë. Historia e saj kishte ndryshuar atmosferën në atë vend. Gruaja që ata kishin marrë për të një panjohur nuk ishte më e padukshme. Çdo njeri në atë hangar tani e shikonte Flordeliza Vokshin ndryshe. Zurma e qëndrueshme e motorit të avionit vazhdonte të mbushte hangarin, ndërsa turma e inxhinierëve qëndronte përreth me vëmendje të plotë. Makina e fuqishme që pak më parë kishte refuzuar të ndizej, tani punonte pas një luhatje, dhe rrotullimi i turbinës krijonte një dridhje të lehtë që përhapej nëpër dyshemen prej betoni.
Tensioni që kishte mbushur vendin më herët ishte zhdukur. Në vend të tij kishte mbetur një heshtje e rëndë, e mbushur me kureshtje dhe respekt për gruan që kishte arritur të zgjidhte atë që askush tjetër nuk kishte mundur. Flordeliza Vokshi qëndronte pranë platformës së mirëmbajtjes, me dorezat gri të mbledhura në duar. Ajri i ngrohtë që dilte nga motori i ndezur lëvizte lehtë flokut e saj. Ajo hodhi një vështrim rreth hapësirës së madhe të hangarit, ku raftet me vegla, dollapet metalik dhe tavolinat e punës tregonin qartë se sa shumë orë pune kalonin çdo ditë në atë vend. Andrew Jacobs qëndronte disa hapa larg saj. Ai kishte dëgjuar me kujdes shpjegimin e saj për studimet dhe për mënyrën se si ishte zhdukur nga ajo rrugë 2 vite më parë. Qetësia që kishte treguar ndërsa riparonte motorin ishte në kontrast me peshën që tani dukej në fytyrën e saj. Ti përmende se në familjen tënde ndodhi diçka, tha Andrew me zë të butë. Çfarë ndodhi në të vërtetë? Flordeliza uli shikimin për një çast. Zhurma e motorit dukej sikur ishte larguar ndërsa kujtimet filluan të ktheheshin në mendjen e saj. Babai im kishte ndërtuar një biznes të vogël riparimi mekanik, filloi ajo ngadalë. Për shumë vite, nëna ime e kishte mbështetur pa u lodhur. Ajo punonte gjatë dhe kujdesej për gjithçka në shtëpi që ai të mund të zhvillonte punën e tij. Sam Carter ishte mbështetur te karroca e veglave dhe dëgjonte pa ndërhyrje. Familja jon jetonte qetë, vazhdoi ajo. Nuk kishim luks, por kishim stabilitet. Babai shpesh u tregonte miqve se ishte krenar që vajza e tij po bëhej inxhiniere. Ajo ndaloi për një moment para se të vazhdonte. Pastaj erdhi një mëngjes që ndryshoi gjithçka. Disa mekanik lëvizën lehtë në vend, duke ndjerë rëndesën e fjalëve që po vinin. Babai na thirri në dhomën e ndenjës, tha ajo me zë të butë, duke i qetë sikur kishte marrë një vendim prej kohësh. Gishtat e saj u shtrënguan pak rreth dorezave. Ai na tha se kishte vendosur të merrte një grua tjetër. Një reagim i zbetë u ndje mes të pranishmëve. Nëna ime në fillim mendoi se ishte shaka. Kur kuptoi se ai e kishte seriozisht, diçka brenda saj u thye. Ajo mori frym ngadalë. Debatet filluan menjëherë. Shtëpia që dikur kishte qenë e qetë u mbush me tension. Çdo bisedë përfundonte me zëmërim. Andrew Jacobs e dëgjonte me vëmendje. Babai këmbgulte se kishte të drejtë të bënte zgjedhjet e tij. Sipas tij asgjë nuk do të ndryshonte. Por për nënën time ky vendim ishte një poshtërim i thellë. Zërja e saj mbeti i qetë. Për disa net ajo nuk flinte. E gjeja shpesh në kuzhinë ulur vetëm në errësirë. Pamja duke i gjallë një moment në mendjet e të pranishmëve. Një mëngjes ajo përgatiti mëngjesin si zakonisht, vezë, bukë dhe çaj. Sam Carter qëndronte i palëvizur. Babai ul në tavolinë pa dyshuar për asgjë. Ndërsa hante, po shikonte telefonin. Ajo heshti për një çast, por në ushqimin e tij ishte hedhur helm. Një frymë e rënd u dëgjua nga dikush në grup. Pak minuta më vonë ai u rrëzua në dysheme, tha ajo. Askush nuk foli. Pastaj nëna ime ul dhe hëngri të njëjtin ushqim. Fjalët mbetën pezull në ajër. Ajo tha se nuk mund të jetonte duke parë një grua tjetër në vendin e saj. Heshtja që pasoi ishte e thellë. Kur më rriti ambulanca, gjithçka kishte marrë fund. Gjëmimi i motorit vazhdonte të mbushte hapësirën e hangarit. Isha vetëm 22 vjeçe, tha ajo me qetësi. Në një ditë humba të 2 prindrit. Sam Carter mbajti shikimin drejt dyshemes. Flordeliza vazhdoi pas një pauze të shkurtër. Pas disa muajsh duhej të filloja karrierën time, tha ajo, por nuk munda ta bëja. Ajo hodhi një vështrim drejt pistës që dukej përdej dyerve të hapura. I analua të gjitha intervistat. Nuk arrisha të përqendrohesha në asgjë që lidhej me studimet e mia. Ajo shtrëngoi dorezat edhe pak. Gjithçka për të cilën kisha punuar vite të tëra u zhduk brenda një dite. Motori vazhdonte të punonte në mënyrë të qëndrueshme, ndërsa fjalët e saj mbetën pezull në ajër. Karriera që kisha ndërtuar me mund nuk filloi kurrë. Motori vazhdonte të punonte pa asnjë luhatje, ndërsa gjëmimi i tij i qëndrueshëm mbushte hapësirën e madhe të hangarit. Inxhinierët ngadalë u kthyen pranë vendit të tyre të punës, por askush nuk duke i përqendruar te veglat apo tek detyrat e zakonshme të mirëmbajtjes. Vëmendja e tyre mbeti tek gruaja e qetë që qëndronte pranë platformës së motorit. Vetëm pak minuta më parë, ajo ishte një e panjohur, që kishte hyrë rastësisht në hangar.
Tani, të gjithë e kuptonin se historia e saj kishte shumë më tepër peshë se sa pamja e saj e lodhur. Flordeliza qëndronte me duart të mbështetura lehtë mbi skajin e platformës metalike. Nxehtësia që dilte nga motori përhapej në ajër rreth saj dhe përzihej me aromën e karburantit dhe të metalit të ngrohtë. Ajo hodhi një vështrim drejt dyerve të mëdha të hapura, ku drita e pasdites shtrihej mbi betonin jashtë. Andrew Jacobs qëndronte pranë saj dhe e vështronte me vëmendje. Rrëfimi për tragjedinë e familjes së saj kishte lënë një përshtypje të fortë tek ai. Vitet e gjata në botën e biznesit e kishin mësuar të dallonte sinqeritetin në mënyrën se si fliste një njeri. Dhimbja që ajo përshkruante nuk dukej e egzageruar. Ishte si dikush që tregonte një kujtim që ende e mbante brenda vetes çdo ditë. "Ti the se u largove nga karriera jote?" tha Andrew me qetësi. "Çfarë ndodhi më pas?" Flordeliza uli shikimin drejt dyshemes për një çast para se të përgjigjej. "Në fillim mendova se më duhej vetëm pak kohë," tha ajo. "Besova se nëse qëndroja larg gjithçkaje që lidhej me studimet e mia, kujtimet do të zbeheshin." Sam Carter dëgjonte nga një distancë e shkurtër, i mbështetur te karroca e veglave. Por heshtja pas vdekjes së prindërve të mi ishte shumë më e rëndë se çdo gjë tjetër që kisha përjetuar. Shtëpia ku jetonim u bë një vend që nuk mund ta përballoja më. Çdo dhomë më kujtonte mëngjesin kur gjithçka mori fund. Ajo ndaloi për një moment. Mora një çantë të vogël dhe u largova. Disa mekanik lëvizën lehtë në vend ndërsa dëgjonin. "Në fillim qëndrova disa ditë tek një shoqe," tha ajo, "por nuk arrija të shpjegoja atë që ndjeja. Shmangja bisedat dhe dilja shpesh vetëm për të ecur. Zëri i saj mbeti i qetë, por lodhja pas fjalëve të saj ishte e dukshme. Pas pak kohe, ndalova se përgjigjuri mesazheve nga njerëzit që më njihnin nga universiteti. Profesorët përpiqeshin të më kontaktonin për intervistat e punës që kisha planifikuar. Kompanitë më dërgonin email duke më pyetur nëse isha ende interesuar. Andrew Jacobs tundi kokën lehtë. Nuk ju përgjigja askujt. Dridhja e lehtë e motorit vazhdonte të përhapej nëpër dyshemen e hangarit. "Më në fund u largova plotësisht nga apartamenti," tha Flordeliza. "I thash vetes se do të mungoja vetëm për pak kohë, por ditët u kthye në javë." Sytë e saj lëvizën përsëri drejt hapësirës së hapur të hangarit. Fillova të ecë nëpër lagje të ndryshme të qytetit, duke ndalur aty ku gjeja një vend të qetë për të pushuar. Ndonjëherë flija në stola pranë stacionit të autobusit. Në disa net qëndroja zgjuar sepse rrugët nuk dukeshin të sigurta për të mbyllur syt. Inxhinierët dëgjonin pa thënë gjë. Ushqimi ishte çfarëdo që mund të blija me pak para që më kishin mbetur. Një sanduiç nga ndonjë dyqan i vogël, një tas supë, ndonjëherë vetëm bukë dhe ujë. Sam Carter hodhi syt për një moment në anën tjetër. Por pjesa më e rëndë nuk ishte uria apo lodhja, ishte ndjenja se ardhmja për të cilën kisha punuar nuk ekzistonte më. Gishtat e saj prekën lehtë skajin e metalit pranë platformës. Për disa muaj shmanga çdo vend që kishte lidhje me aviacionin, aeroporte, qendra trajnimesh, madje edhe librari ku kishte libra inxhinierie. Andrew e vështronte me kujtesë. Por në këtë qytet avionët kalojnë vazhdimisht mbi kokë. Ata i shtoi. Një buzëqeshje e lehtë u shfaq për një çast dhe u zhduki me njeri. Një ditë duke ecur arrita në rrugën që kalon pranë këtij aeroporti. Ajo bëri një shenjë të vogël tret pistës që dukej përtej hangarit. Dëgjova zurmën e motorëve që testoheshin brenda kësaj ndërtese. Mekanikët e dinin mirë atë tingull. Turbinat krijonin një ehon të veçantë që mund të dallohet edhe nga larg. Ajo zurmë më ndaloi. Më kujtoi vitet që kisha kaluar duke studiuar se si funksionojnë këto makina. Ajo mori frym ngadalë. Që nga dita fillova të kaloj shpesh pranë këtij vendi. Andrew nuk foli. Nuk hyra kurrë brenda në hangar. Qëndroja vetëm disa minuta pranë gardhit dhe dëgjoja. Kujtimi dukej gjallë në mendjen e saj. Kur shikoja inxhinierët që punonin, më kujtohej personi që dikur kisha dashur të bëheja. Sam Carter lëvizi pak në vend. Për 2 vjet kalova pranë këtij aeroporti. Sa herë dëgjoja motorët, ndjeja një mjerje përzierje, krenarie dhe keqardhjeje. Ajo ngriti syt drejt Andrew. Sot kur dëgjova ekipin tuaj të folur për problemin e motorit, diçka brenda meje nuk më la të heshtja. Zëri i saj ishte më i fortë tani. E kuptova se pavarësisht gjithçkaje që kishte ndodhur, njohuritë që kisha fituar gjatë studimeve nuk ishin zhdukur. Andrew Jacobs e vështroi për disa sekonda. Pastaj hodhi syt drejt turbinës që punonte në mënyrë perfekte dhe u kthye përsëri prej saj. Në atë moment, ai kuptoi diçka shumë qartë. Gruaja që kishte hyrë në hangarin e tij mund të ishte inxhinieria më e talentuar që kishte takuar.
Testimi I motorit përfundoi më në fund, ndërsa turbina filloi të ndalej ngadalë. Gjemimi I fortë që kishte mbushur hangarin u shndrua në një zhurmë të ulët mekanike dhe pastaj u zhduk krejtësisht. Qetësia që pasoi e bëri hapësirën e madhe të dukej edhe më e gjerë. Mekanikët filluan të lëviznin përsëri rreth zonës së punës, duke kthyer veglat në vendet e tyre dhe duke rregulluar pajisjet e përdorura gjatë testimit. Megjithatë, shumë prej tyre vazhdonin të hidhnin shikime drejt Flordelizës, ende të habitur nga ajo që kishin parë. Jashtë dyerve të hapura të hangarit, avioni privat I Andrew Jacobs qëndronte gati mbi pistë. Trupi I avionit shkëlqente në dritën e butë të pasdites. Punonjësit e pistës lëviznin përreth tij duke kryer kontrollimet e fundit. Krahët e gjatë pasqyronin qiellin, ndërsa sipërfaqja e lëmuar metalike ndriçonte sa herë që dikush kalonte pranë. Andrew qëndronte ende pranë Flordelizës, afër platformës së motorit. Shprehja në fytyrën e tij ishte bërë më serioze. Për shumë vite, ai kishte takuar drejtues kompanish, inxhinier dhe investitor nga vende të ndryshme të botës. Talenti nuk e habitej lehtë. Megjithatë, gruaja që qëndronte pranë tij kishte zgjidhur një problem të ndërlikuar në pak minuta, ndërsa specialistë me përvojë kishin luftuar me të për orë të tëra. Ai hodhi një vështrim drejt avionit jashtë përpara se të fliste. Ti the se disa kompani kishin dashur të punësonin, tha ai. Flordeliza tundi kokën lehtë. Po, u përgjigja ajo. Cilat kompani? Ajo hezitoi për një çast, sikur ato emra I përkisnin një jetë shumë të largët. Një nga ofertat erdhi nga një kompani ndërkombëtare mirëmbajtje avionësh me seli në Londër, tha ajo. Ata po zgjeronin operacionet teknike dhe kërkonin inxhinier të rinj. Sam Carter, që po vendoste disa vegla në karrocë, ktheu kokën drejt tyre. Edhe mekanikët e tjerë që përpiqeshin të dukeshin të zënë me punë, ngadalsuan lëvizjet për të dëgjuar. Andrew futi duart në xhepat e kostumit dhe vështroi për një moment hapësirën e hangarit. Ajo kompani ende ekziston, tha ai me qetësi, dhe unë njoh disa nga njerëzit që e drejtojnë. Flordeliza ngriti syt drejt tij me habi. Andrew vazhdoi. Unë po fluturoj për në Londër sonte për disa takime. Disa prej tyre janë pikërisht me drejtuesit e asaj kompanie. Ai ndaloi për një moment përpara se të shtonte. Dua që të vish me mua. Fjalët e tij dukeshin sikur e ngrinin ajrin brenda hangarit. Sam Carter e shikoi hapur tani pa u përpjekur më të duket I zënë me punë. Flordeliza nuk foli menjëherë. Mendja e saj dukej sikur po përpiqej të kuptonte atë që sapo kishte dëgjuar. Dëshiron që unë të udhëtoj me ty? Pyeti ajo me zë të ulët. Andrew tundi kokën. Dua që të takosh njerëzit që dikur të ofruan një vend pune, tha ai. Ata duhet të shohin inxhinierën që riparoi avionin tim. Sytë e Flordelizës lëvizën për një çast drejt avionit që priste jashtë. Për një kohë të gjatë, ajo I kishte parë avionet vetëm nga larg, zakonisht duke qëndruar pas gardheve ose duke I parë të kalonin në qiell mbi qytet. Nuk kam asgjë me vete, tha ajo ngadalë. As dokumente, as rrobat e përshtatshme për takime. Andrew e hodhi poshtë shqetësimin e saj me një lëvizje të lehtë të dorës. Kjo rregullohet lehtë, tha ai. Ajo që ka rëndësi është ajo që di. Ai e pa me kujdes. Ti ke kaluar vite duke studiuar sistemet e avioneve. Ai talent nuk zhduket vetëm sepse jeta ka qenë e padrejtë. Flordeliza uli sytë drejt dorezave që mbante në duar. Nuk kam punuar si inxhiniere prej 2 vitesh, tha ajo me zë të ulët. Megjithatë, sapo zgjidhi një problem që ekipi im nuk arriti ta kuptonte, u përgjigja ai me qetësi. Sam Carter pastroi lehtë thyen. Ka drejt, pranoi ai. Ti I vure re diçka që ne nuk e pam. Mendimet e Flordelizës dukeshin të ndara midis dyshimit dhe mundësisë. Hangari mbante ende aromën e karburantit dhe të vajit të makinave. Jashtë, dielli po ulonte ngadalë drejt horizontit dhe qielli kishte marrë ngjyrat e buta të mbrëmjes që afrohej. Andrew bëri një hap më pranë saj. Ti the se disa kompani kishin dashur të punësonin, tha ai. Që them, kaloj çdo ditë pranë këtij aeroporti. Qëndron ashtë duke dëgjuar motorët sipse ato të kujtojnë të ardhmen që kishe planifikuar. Flordeliza ngriti syt ngadalë drejt tij. Ajo të ardhmen nuk ka humbur, vazhdoi ai. Ti thjesht je larguar prej saj për një kohë. Nga pista u dëgjua zhurma e një automjeti shërbimi që kalonte ngadalë. Unë mund të prezantoj me njerëzit që janë gati të japin një mundësi tjetër, tha ai. Për disa sekonda, ajo nuk foli. Shpresa ishte një ndjenjë e rrezikshme për të që në ditën kur familja e saj ishte shkatruar.
Ishte më e lehtë të pranonte një jetë me papritshmëri se sa të rrezikonte zhgënjimin edhe një herë. Po sikur të mos duan të më takojnë? Pyeti ajo me zë të ulët. Andrew Jacobs buzëqeshi lehtë. Ata do të dëgjojnë, tha ai. Unë do të kujdesem për këtë. Flordeliza hodhi një vështrim drejt avionit jashtë përpara se të fliste. Ideja që të hipnin në ata avion dukej absolutisht e pabesueshme. Për 2 vjet, ajo kishte kaluar pranë këtij aeroporti duke menduar se ajo pjesë e jetës së saj kishte marrë fund për gjithmonë. Tani dikush po e ofronte mundësinë të kthehesh drejt për drejti në atë botë. Një ndjenjë brisht shprese filloi të zgjohej brenda saj, ndërsa në të njëjtën kohë ajo kishte frikë se mund të zhdukej po aq shpejt sa ishte shfaqur. Dhe për herë të parë që ditën kur ishte larguar nga jeta e saj më parshme, ajo filloi të pyeste veten nëse kjo mundësi e papritur mund të ishte vërtet reale. Salla e mbledhjeve shikonte mbi horizontin ngritë të Londrës, ku ndërtesat e larta prej xhami ngriheshin mbi rrugët e mbushura me trafik. Brenda ndërtesës, gjithçka dukej i rregullt dhe kontrolluar. Në qendër të dhomës, ndodhej një tavolinë e gjatë prej drurit e errët të lëmuar, e rrethuar nga karrige të mëdha prej lëkure. Në njërin mur ishin vendosur ekrane të mëdha ku shfaqeshin skema teknike të motorëve të avionëve dhe grafik diagnostikues që lëviznin vazhdimisht. Çdo detaj në atë hapësirë tregonte disiplinë dhe autoritet. Flordeliza qëndronte pranë fundit të tavolinës dhe ndjente se të gjithë në dhomë po e vështronin me kujdes. Rrobat që kishte veshur i ishin siguruar menjëherë pas mbërritjes në Londër, të thjeshta por të rregullta. Megjithatë, ajo ende ndihej e huaj në atë mjedis të rafinuar të zyrave qendrore. Andrew Jacobs ishte ulur pranë saj, me një qëndrim të qetë dhe të sigurt. Përballë tyre, ndodheshin 5 drejtues të kompanisë ndërkombëtare të mirëmbajtjes së avionëve, që dikur e kishin ftuar për intervistë. Shprehjet në fytyrat e tyre tregonin një përzierje kurioziteti dhe dyshimi. Burri që ishte ulur në qendër të tavolinës, rregulloi syzet dhe hapi dosjen përpara tij. Zoti Jacobs na shpjegoi situatën gjatë fluturimit, tha ai. Sipas tij, Juri paruat avionin e tij pasi ekipi i mirëmbajtjes nuk arriti të gjente problemin. Flordeliza tundi kokën lehtë. Po, një drejtuese tjetër u përkul pak përpara. Kjo mund të jetë mbreslënse, tha ajo, por rregullimi i një avioni të vetëm nuk është i mjaftueshëm për të provuar aftësitë e dikujt. Askush nuk foli për një moment. Burri me syze vazhdoi. Rezultatet tuaja akademike kanë qenë të jashtëzakonshme, tha ai. Profesorët tuaj ju kanë përshkruar si një nga studentët më të talentuara që kishin parë. Ai e mbylli dosjen. Pastaj ju u zhdukët. Flordeliza ndjeu peshën e atyre fjalëve, por mbajti qetësinë. Duhet të kuptojmë një gjë, shtoi një drejtues tjetër. Drejtimi i një departamenti teknik kërkon stabilitet dhe besueshmëri. Nuk mund të marrim vendime bazuar vetëm në një histori. Andrew Jacobs qëndroi i hieshtur, duke i lënë të vazhdonin. Drejtuesi në qendër të tavolinës u mbështet në karrige. Prandaj duam të shohim mënyrën si mendoni teknikisht, tha ai. Ai bëri një shenjë drejt ekranit të madh në mur. Një asistente, pranë panelit të kontrollit, shtypi disa butona. Në ekran u shfaq një skem digjitale e një motori avioni. Përreth saj u shfaqën dhjetra të dhëna që lëviznin vazhdimisht, duke simuluar informacione diagnostikues. Ky është një simulim trajnimi, shpjegoi drejtuesi. Ai përfaqëson një motor turbine që po përjeton një defekt të brendshëm. Flordeliza u afrua drejt ekranit. Sistemi po dërgon të dhëna nga sensor të ndryshëm, vazhdoi ai. Detyra juaj është të identifikoni problemin. Një tjetër drejtues hodhi syt nga ora. Merrni kohën që ju nevojitet. Flordeliza vështroi ekranin në heshtje. Rreshtat e të dhënave lëviznin vazhdimisht, duke treguar temperatura, rrjedha ajri dhe modele dridhjesh. Të gjithë e shikonin me kujdes. Shumica e inxhinierëve do të fillonin analizën duke kontrolluar çdo kategori një nga një. Flordeliza e studioi të gjithë pamjen për disa sekonda, duke lënë që informacioni të lidhej në mendjen e saj. Salla mbeti qetë. Pas pak ajo foli. Kjo nuk është një defekt i turbinës. Drejtuesi ngriti vetullat. Vazhdoni. Ai tregoi një nga treguesit e dridhjes në ekran. Niveli i dridhjeve është pak më i lartë se normalja, por modeli nuk përputhet me një dëmtim struktural. Një tjetër drejtues u përkul pak përpara. Çfarë do të thotë kjo? Flordeliza lëvizi dorën mbi ekran. Ky sensor po raporton vlera të pasakta, shpjegoi ajo. Nëse kalibrimi i tij ndryshon edhe pak, sistemi interpreton dridhjet normale si problem. Asistenti pranë panelut hodhi syt ndrejt drejtuesit. Flordeliza vazhdoi. Motori është i qëndrueshëm,
Problemi vjen nga sistemi diagnostikues që lexon gabim të dhënat. Drejtuesi tundi kokën. Çfarë do të kontrolloni së pari? Fiksimin e sensorit, u përgjigj ajo. Nëse lidhet edhe pak, matjet deformohen. Ai u kthye nga asistenti. Zbatoni korrigjimin. Asistenti shtypi komandën. Të dhënat në ekran ndryshuan menjëherë. Treguesit e alarmit u zhdukën dhe simulimi tregonte një motor që funksiononte normalisht. Askush nuk foli për disa sekonda. Një nga drejtuesit nxori një frym të lagërt. Kjo ishte më e shpejtë se sistemi jon automatik i diagnostikimit. Andrew Jacobs buzëqeshi lehtë. Flordeliza u tërhoq një hap nga ekrani. Ajo kishte folur me qetësi gjatë gjithë testit, por brenda saj ndjente tensionin e një momenti që mund të përcaktonte të ardhmen e saj. Drejtuesi që organizoi provën bashkoi duart mbi tavolinë. Ju e zgjidhët simulimin shumë shpejt, tha ai. Një tjetër shtoi me zë të ulët. Më shpejt se disa nga inxhinierët tanë më të përvojshëm. Ata shkëmbyen shikime mes tyre. Andrew Jacobs vazhdonte t'i vëzhgonte. Me në fund, drejtuesi në qendër të tavolinës u bë gjallë. Pyetja tani nuk është nëse ju i kuptoni motorët, tha ai. Bëri një pauzë të shkurtër. Pyetja është nëse ne jemi gati t'ju besojmë drejtimin e një prej degëve tona më të mëdha ndërkombëtare. Asnjë përgjigje nuk erdhi menjëherë. Vendimi i tyre do të përcaktonte nëse inxhinieria që dikur ishte zhdukur nga industria do të rikthehej në të në mënyrën më të papritur. Ajri i mëngjesit në qendrën e mirëmbajtjes së avionëve në Atlanta mbante aromën e fortë të karburantit të avionëve, të përzier me erën e kafes që vinte nga kafeteria e vogël e stafit pranë zyrave të hangarit. Dielli sapo kishte filluar të ngrihej mbi kullën e kontrollit të aeroportit, kur punonjësit e turnit të parë nisën të mbërrinin. Mekanikët shtynin karrocat me vegla mbi dyshemene lëmuar prej betoni, ndërsa teknikët kontrollonin programet e mirëmbajtjes të shfaqura në ekranet e mëdha digjitale të vendosura në mure. Flordeliza qëndronte pranë hyrjes së hangarit kryesor dhe vështronte përreth me kujdes. Për 2 vjet, ajo kishte kaluar pranë gardhit të këtij aeroporti, duke dëgjuar nga larg zhurmën e motorëve. Tani po hynte përmes derës kryesore, me një xhaketë blu të pastër, ku logoja e kompanisë ishte qëndisur mbi xhep. Ndryshimi duke i pabesueshëm. Disa punonjës që kalonin pranë saj hodhen shikime të shkurtra. Disa përshëndeten me kokë. Të tjerë shkëmbyen fjalë të ulta mes tyre, të vetëdijshëm për mënyrën e pazakontë se si ajo kishte arritur në atë detyrë. Lajmet përhapen shpejt në industrinë e aviacionit, sidomos kur një inxhiniere e panjohur shfaqet papritur si drejtuese teknike e një prej qendrave më të mëdha të mirëmbajtjes. Flordeliza eci drejt zyrës prej xhami që shikonte mbi gjithë hangarin. Ajo hapësirë kishte qenë më parë zyra e drejtorit të mëparshëm, i cili ishte transferuar në një degë tjetër jashtë vendit. Nga ai vend mund të shihej çdo avion që hynte për kontroll ose riparim. Andrew Jacobs kishte këmbgulur që ajo ta pranonte atë rol pas takimit në Londër. Ai u kishte shpjeguar drejtuesve të kompanisë se qendra e Atlantës kishte nevojë për dikë me njohuri të thella teknike, dhe jo vetëm për një administrator. Pas mënyrës si ajo kishte zgjidhur simulimin diagnostik në Londër, bordi kishte pranuar me hezitim ta vendoste në krye të operacioneve. Ky vendim kishte shkaktuar shumë diskutime të heshtura brenda kompanisë. Ajo hyri në zyrë dhe pa përmes xhamit lëvizjen e vazhdueshme të hangarit. Inxhinierët ishin mbledhur rreth një avioni biznesi që po kalonte një kontroll rutinë. Tingulli metalik i veglave dëgjohej në gjithë hapësirën, ndërsa teknikët hiqnin panelet e motorit dhe vendosnin pjesët mbi tavolina të mbuluara me materiale mbrojtëse. Në derën e zyrës u dëgjua një trokitje e lehtë. Flordeliza u kthye. Një burr i gjatë rreth të 50-tave hyri pa pritur përgjigje. Qëndrimi i tij ishte i drejtë dhe kostumi gri dukej i rregullt në çdo detaj. Fytyra e tij tregonte vetbesimin e dikujt që ishte mësuar të ketë autoritet. Mirëmëngjes, tha ai. Flordeliza e njohu menjëherë nga dokumentet që kishte lexuar një natë më parë. Martin Halbrook. Ai ishte drejtori rajonal i operacioneve që mbikëqyrte disa qendra mirëmbajtjeje në lindje të Shteteve të Bashkuara. Brenda kompanisë ai njihej si një njeri që kishte ndërtuar karrierën hap pas hapi gjatë shumë vitesh pune. Mirëmëngjes, u përgjigj ajo me qetësi. Halbrook ju afrua dritares dhe vështroi hangarin duke kryqëzuar krahët. Mendoj se javët e fundit kanë qenë të mbushura me surpriza për ju, tha ai. Fjalët e tij tingëllonin të sjellshme, por nën ta ndihej një dyshim i fshehur. Kanë qenë të papritura, tha Flordeliza.
Halbrook vështroi lëvizjen e punonjësve më poshtë. Kjo qendër ka më shumë se 200 punonjës teknik. Avionët që servisen këtu u përkasin klientëve që presin siguri të plotë. Flordeliza dëgjonte banendindar. Mirëmbajtja e avionëve nuk është vend për eksperimente, vazhdoi ai. Gabimet këtu kanë pasoja shumë të mëdha. Ai e pa për një moment. Për këtë arsye shumë prej nesh u habitën nga vendimi marrë në Londër. Flordeliza e kuptoi menjëherë ku donte të arrinte. Ju mendoni se nuk kam përvojë të mjaftueshme? Tha ajo. Halbrook nuk e mohoi. Besoi se pozicionet të tilla i zakonisht fitohen me jetë e përvojë brenda kompanisë. Jashtë zyrës, një automjet transporti kalonte ngadalë pra një avioni të parkuar, duke sjellë një kuti me pjesë zëvendësuese. Ju erdhët këtu pasi rregulluat një problem në një motor. Zakonisht drejtuesit teknik nuk zgjidhen në këtë mënyrë. Flordeliza mbeti e qetë. E kuptoj shqetësimin tuaj, tha ajo. Halbrook të ngoti kokën lehtë. Për herë të kësaj qendre, shpresoj se bordi të ketë marrë vendimin e duhur. Para se ajo të përgjigjej, në sistemin e komunikimit të hangarit u dëgjua një sinjal i fortë. Një zë i shpejtë i një mbikëqyrësi u përhap në altoparlant. Vëmendje personelit teknik. Një avion po kërkon ndihmë urgjente. Halbrook u kthye drejt dritares. Përmes derës së madhe të hangarit, dukej një avion privat që po afrohej ngadalë drejt zonës së mirëmbajtjes. Zëri i një mekaniku u dëgjua përsëri në radio. Piloti raporton probleme në performancën e motorit gjatë ngritjes. Kërkohet kontrolli menjëhershëm. Halbrook e ktheu shikimin nga Flordeliza. Duket se prova juaj e parë erdhi më shpejt se sa mendonim. Poshtë hangarit, teknikët filluan të lëviznin me shpejtësi ndërsa avioni po afrohej. Flordeliza e vështronte skenën në heshtje, duke ditur se shumë sy do të drejtoheshin nga ajo për të parë si do të vepronte. Mundësia për të provuar veten kishte ardhur më shpejt se sa kishte pritur. Nata kishte rënë mbi aeroportin e Atlantës dhe dritat e mëdha të hangarit përhapnin një ndriçim të fortë mbi dyshemen e gjerë të mirëmbajtjes. Jashtë, pista shtrihej në errësirë, ndërsa dritat e avionëve që kalonin larg në qiell pulsonin nga gal. Brenda ndërtesës, turni i mbrëmjes vazhdonte punën, duke kontrolluar raportet e inspektimit dhe duke përfunduar detyrat rutinë para mbylljes së ditës. Flordeliza qëndronte pranë një dritareje të madhe të zyrës teknike dhe shikonte një seri të dhënash mirëmbajtjeje në tabletin e saj. Ritmi i qetë i punës gjatë natës ishte shumë ndryshe nga gjallëria e mëngjesit. Më pak njerëz lëviznin nëpër hangar dhe zhurma e veglave dëgjohej më qartë në hapësirën e hapur. Poshtë, disa mekanik po përfundonin kontrollin e një avioni biznesi, kur një sinjal i fortë ndërpreu qetësinë. Vëmendje kontrollit të mirëmbajtjes. U dëgjua një zë urgjent në altoparlant. Një avion po kërkon ndihmë të menjëhershme teknike. Disa inxhinierë ngritën kokën menjëherë. Flordeliza u afrua te dritarja ndërsa mesazhi vazhdoi. Avion privat që vjen nga Miami raporton probleme në performancën e motorit gjatë ngjitjes. Piloti kërkon kontroll urgjent para një fluturimi ndërkombëtar. Pak sekonda më vonë, dyert e mëdha të hangarit filluan të hapeshin. Avioni u shfaqi ngadalë në dritën e fortë të projektorëve. Ishte një avion privat i përkiste një klienti shumë të rëndësishëm të kompanisë, një biznesmeni i cili udhëtonte shpesh mes kontinenteve dhe nuk kishte kohë për vonesa. Teknikët u pozicionuan menjëherë, ndërsa avioni ndaloi brenda hangarit. Martin Holbrook u shfaq pranë hyrjes së zonës së mirëmbajtjes dhe e vështronte situatën me krahët e kryqëzuar. Shprehja e tij tregonte një përzierje kurioziteti dhe pritjeje të heshtur. Flordeliza zbriti nga zyra dhe ju bashkua ekipit që ishte mbledhur rreth avionit. "Çfarë dim deri tani?" pyeti ajo. Një nga mekanikët më me përvojë i dha tabletin me raportin e pilotit. "Dridhje e pazakontë në motor gjatë ngjitjes", shpjegoi ai. "Ekuipazhi uri fuqinë për të shmangur dëmtimin." Një teknik tjetër shtoi. "Diagnostikimi fillestar nuk po jep një shkak të qartë." Flordeliza tundi kokën dhe ju afrua motorit. Sipërfaqja metalike ishte ende e ngrohtë nga fluturimi i fundit. Në ajër ndjehej një aromë lehtë vaj turbine. Inxhinierët lidhen pajisjet diagnostikuese dhe nisën të analizojnë të dhënat që shfaqeshin në ekranet e tyre. Linjat e informacionit kalonin njëra pas tjetrës, duke treguar presionin, rrjedhjen e ajrit dhe temperaturat nga sensorët e ndryshëm. Megjithatë, asnjë tregues nuk jepte një përgjigje të qartë. Mes teknikëve filluan të dëgjoheshin komente të ulta.
Kjo nuk po lidhet me asnjë defekt të vetëm, tha një mekanik. Flordeliza dëgjoi me kujdes ndërsa motori u ndens për një test të shkurtër. Tingulli i turbinës ishte paksa i pabarabart para se të stabilizohej përsëri. Ajo mbylli syt për një çast dhe u përqendrua te ritmi i motorit. Kontrolloni përsëri rrjedhjen e ajrit, tha ajo. Teknikët përsëritën analizën. Flordeliza shikoi numrat me vëmendje. Pastaj vështroi drejt panelit pranë kompresorit. Valvula e shkarkimit të ajrit, tha ajo. Ekipi ndaloi për një moment. Çfarë ka me të? Pyeti një mekanik. Balanca e ajrit po ndryshon kur presioni rritet, shpjegoi ajo. Kjo do të thotë se valvula nuk po mbyllet si duhet. Një tjetër inxhinier u vrend, por ajo u kontrollua javën e kaluar. Flordeliza u ul pranë trupit të motorit dhe pa me kujdes panelin. Një pjesë mund të dështoj edhe pas një kontrolli rutine, tha ajo qetësisht. Ajo u ngrit dhe ju drejtua ekipit. Hapeni strehën e valvulës. Mekanikët filluan me një herë punën, duke hequr mbulesën mbrojtëse. Brenda u duk mekanizmi i vogël i valvulës, ku një pjesë e aktuatorit kishte shenja konsumimi. Ja problemi, tha Flordeliza. Mekaniku kryesor u përkoq për ta shikuar më nga afër. Po ngec kur presioni rritet. Pikërisht, u përgjigj ajo. Ajo shpjegoi mënyrën e riparimit ndërsa teknikët ndiqnin udhëzimet e saj. Komponenti i dëmtuar u hoq dhe u zëvendësua me një pjesë të re nga magazina e mirëmbajtjes. Çdo lidhje u shtrëngua me kujdes përpara se paneli i motorit të mbyllej përsëri. Hangari u mbush me pritje, ndërsa afrohej momenti i testimit. Flordeliza bëri një hap të pas dhe ju dha shenjë teknikut pranë panelit. Ndezeni motorin. Turbina filloi të rrotullohej ngadalë dhe pastaj zhurma u rrit në një gjëmim të fortë mekanik. Treguesit e dridhjes u stabilizuan pothuajse menjëherë. Presioni i motorit kthye në vlera normale. Pak casta më vonë, zëri i pilotit u dëgjua në komunikim. Parametrat janë të qëndrueshëm. Lehtësimi u përhap mes ekipi. Disa mekanik shkëmbyen shikime të kënaqur, ndërsa sistemi i avionit tregonte funksionim të rregullt. Martin Holbrook shtrinonte në skaj të hangarit pa thënë asgjë, ndërsa shprehja e tij kishte humbur vetbesimin e mëparshëm. Flordeliza vazhdoi të shikonte treguesit edhe për disa sekonda përpara se të çlirohej nga tensioni. Situata ishte zgjidhur. Në fund të hangarit, një i ri që kishte mbritur në heshtje gjatë riparimit kishte ndjekur gjithë procesin. Djali i Andrew Jacobs kishte parë gjithçka. Mënyra e qetë dhe e sigurt me të cilën Flordeliza kishte drejtuar ekipin kishte lënë një përshtypje të fortë tek ai. Gruaja për të cilën shumë njerëz kishin pasur dyshime, po tregonte se ishte shumë më e aftë nga sa kishin menduar. Muajt që pasuan u mbushën me ditë të gjata pune brenda qendrës së mirëmbajtjes në Atlanta. Ritmi i hangarit u bë gradualisht pjesë e jetës së përditshme të Flordelizës. Çdo mëngjes, ajo mbërrinte para shumicës së teknikëve, duke ecur mbi dyshemene gjerë prej betoni, ndërsa drita e hershme e diellit hynte nga dritaret e larta pranë çatisë. Aroma e vajit të makinave, e metalit dhe e kafese freskët nga kuzhina e vogël e stafit e priste çdo ditë ndërsa mekanikët fillonin të përgatisnin veglat e tyre. Në fillim, shumë punonjës ende e vëzhgonin me kujdes. Disa kishin dëgjuar historinë për gruan që dikur kishte jetuar në rrugë dhe që papritur ishte bërë drejtoresh teknike e qendrës. Të tjerë dyshonin nëse dikush që kishte qenë lart industrisë për 2 vjet mund të drejtonte një nga operacionet më të ngarkuara të mirëmbajtjes në vend. Flordeliza nuk u përpoq kurrë t'i kundërshtonte këtë dyshime me fjalë. Ajo i përgjigjej vetëm me punë. Çdo ditë ajo ecte nëpër hangar, fliste me teknikët, kontrollonte motorët që ishin në inspektim dhe lexonte personalisht raportet e mirëmbajtjes në vend që të mbështetej vetëm te drejtuesit e sektorëve. Kur shfaqeshin problemet e vështira teknike, ajo i analizonte sistemet me të njëjtin përqendrim që kishte treguar natën kur zgjidhi riparimin urgjent. Ngadalë, atmosfera në qendër filloi të ndryshonte. Teknikët që dikur përshpëritnin për të, tani filluan t'i afroheshin për këshilla teknike. Mekanikët që më parë shmangnin kontaktin me sy, filluan ta përshëndesnin me respekt kur ajo hynte në zonën e punës. Ata kuptuan se ajo e njihte funksionimin e avionëve në një mënyrë që e bënte punën e tyre më të lehtë. Një pasdite, një mekanik me shumë përvojë ju afrua pra një turbine që ishte hapur për kontroll. Ti vëren gjëra që shumica nuk i shohin, i tha i sinqerisht. Flordeliza buzëqeshi lehtë. Kam kaluar vite duke mësuar të dëgjoj makinat, u përgjigj ajo. Ajo fjali e thjesht u përhap shpejt mes ekipit.
Me kalimin e kohës, qendra e Atlantës u bë një nga pikat më efikase të mirëmbajtjes në gjithë rrjetin e kompanisë. Vonesat në inspektime u paksuan. Gabimet në diagnostikim pothuajse u zhdukën. Klientët që më pari dërgonin avionët në qytete të tjera, filluan të kërkonin shërbim pikërisht në Atlanta. Për Fleur de Lisën, hangari nuk ishte më një vend i largët që ajo mund ta shikonte vetëm nga jashtë gardit. Ai ishte bërë vendi ku ajo rindërtoi jetën që kishte menduar se e kishte humbur përgjithmonë. Gjatë atyre muajsh, ndodhi edhe një ndryshim tjetër i qetë. Djali i Andrew Jacobs filloi të vizitonte shpesh qendrën si pjesë e përgjegjësive të tij në investimet e familjes në aviacion. Në fillim, bisedat e tij kishin të bënin vetëm me raportet e operacioneve dhe planifikimin e mirëmbajtjes, por me kalimin e kohës, ato biseda filluan të zgjeroheshin përtej punës. Pas ditëve të gjata, ata qëndronin ndonjëherë në balkonin që shikonte mbi hangar, ndërsa teknikët përfundonin kontrollin e avionëve të fundit të mbrëmjes. Zhurma e motorëve që testoheshin dëgjohej lehtë në gjithë ndërtesën ndërsa ata flisnin. Ai e pyeste për vitet e saj në universitet dhe për profesorët që ushqyen interesin e saj për inxhinierinë e aviacionit. Ajo i tregonte se avionët e kishin tërhequr gjithmonë, sepse bashkonin matematikën, fizikën dhe aftësinë njerëzore në një mënyrë të jashtëzakonshme. Nga ana tjetër, ai tregonte për udhëtimet që kishte bërë me teatrin në vende të ndryshme dhe për mënyrën si industria e aviacionit lidhte njerëzit në të gjithë botën. Këto biseda u kthye në momente të qeta mirëkuptimi mes dy njerëzish që respektonin përpjekjen e njëri tjetrit. Me kalimin e kohës, respekti u kthye në diçka më të thellë. Historia e jashtëzakonshme e Fleur de Lisës tashmë ishte përhapur në revista të aviacionit dhe në mediat e biznesit. Gjernatarët u interesuan për rrugëtimin një gruaje që dikur kishte jetuar në rrugë dhe që papritur ishte bërë drejtoresh teknike e qendrës. Interesi publik u rrit edhe më shumë kur u bë e ditur lidhja e saj me djalin e Andrew Jacobs. Kur ata shpallën fejesën, lajmi u përhap në gjithë vendin. Dasma u zhvillua disa muaj më vonë në një katedrale të madhe në Atlanta. Hyrja ishte zbukuruar me lule të bardha, ndërsa kamerat e mediave qëndronin jashtë duke pritur. Shumë nga vendet në sallë u mbushën nga inxhinierët dhe mekanikët e hangarit, prenar që po shikonin transformimin e gruas që tani ishte drejtoresha e tyre. Andrew Jacobs e shoqërua Fleur de Lisën drejt altarit me një ndjenjë prenarie të thellë. Në mendjen e tij, ishte ende e gjallë dita kur ajo kishte hyrë në hangar dhe kishte kërkuar leje për të parë një motor të prishur. Një vit më vonë, gjithçka dukej ndryshe. Drita e mëngjesit mbushte një dhomë të qetë spitali që shikonte mbi qytet. Fleur de Lisa qëndronte ulur në shtrat duke mbajtur me kujdes në krah foshnjën e saj të përlindur. Fëmia flinte qetësisht i mbështjellur me një batanie të butë. Ajo shikoi fytyrën e vogël me një ndjenjë mirënjohjeje dhe qetësie. Rruga që e kishte sjell deri në atë moment ishte e gjatë dhe e vështirë, por kishte sjell edhe mundësi që ajo nuk e kishte imagjinuar. Andrew Jacobs qëndronte pranë tyre dhe e shikonte skenën me emocion. Ai dinte se ajo ditë në hangar kishte ndryshuar më shumë se fati i një motori avioni. Ajo kishte rikthyer një jetë që pothuajse ishte zhdukur. Gruaja që dikur qëndronte jashtë gardeve të aeroportit, duke dëgjuar motorët e avionëve që mendonte se nuk do t'i prekte kurrë, ishte bërë një simbol qëndrueshmërie dhe hepise. Historia e saj tregonte se talenti i jashtëzakonshëm ndonjëherë pret me heshtje derisa dikush ta vërejë dhe t'i japi një mundësi të dytë.